se musliman për detyrë e kanë të tanë. Kur ta fillojnë punën, bismillah me thanë. Ma atë fjalë të madhe punët ata t'i fillojnë, kur do herë prej Zotit, mbarvajtjet kërkojnë. Mentarët kështu e përmendin Perëndin, mbarimin e çdo pune prej atij e din, jo veç të mençmit, por dhe gjithë krijatyrat, pra krijesat mbar, shpresat e veta veç ka ai i kanë varë. Qysh mos t'i luten të madhit mëshirues, rregulluesit të botës të vetmit krijues, dhe gazepin të madh e ka Idhul Xhelal, por mëshirën më të gjan e ka pa fjalë, të madh e ka gazepin përmbys podesh, sikur si ka zhduk shumë kombe para nesh, me drejtësitë vet të keqes një dhan një ndëshkim, të mirës 10 fish dhe më shumë jep shpërblim. Mjetet e përfushta dhe të padukshme krejt, të çdo punë vet i krijon Zoti i Shenjtë. Pra në çdo punë lypse të themi bismillah dhe në barim të saj elhamdulillah, që ta kemi për herë në mend fjalën Allah, të mbarojmë të i thanë la ilaha illallah. Se s'ka të adhurum tjetër përveç Perëndis. Në vetveti është i lavdum ai Zoti i gjithësisë, një i Zot që ka qenë gjithnjë, ashtë dhe do të jetë, pa fillesë, pa mbarim dhe pa tëmet. Allahu e ka prej vetiu të qenë menin, nuk ka le prej kuj ai Rabbul Alamin, kur nuk ishte hapsina as tokë e qiell. Si ishin ytë e bukur as han e diell, si ishin arsh e kursi, as lohi qalam, si drej muntahaja, xhennet e xhehenem. Si ishin engjet, as ruhi, as gjin e xhan, s'kishte kur gjë, s'kishte fare insan, domethënë njerëz, s'kishte fare insan, veç Zoti ka qenë dhe këta i ka kriju dhe këta thanë la ilaha illahu, ajeti kuranor. Dhe këta thanë, la ilaha illahu, njësinë Zotit ja pohon çdo thërmi, prej smetash ja dëlirojnë veten e tij. Me gjithë cilësitë e plota është i pajum, ka emrat më të bukur ai Hayyul Qayyum, Perëndis nuk ja përngjas ndonjë kurkund, as në vetet, as në punë, as cilësi që s'kan fund, vetvetiu qëndron, s'ka nevojë për vend, jo veç për vend, pas për ndonjë tjetër send. Or e mças gjithësia për të ka nevojë, madhnia e tij s'mundet mu kallëzu me gojë. Mbi çdo gjë Allahu është pushtet plot. As një send më të vocor s'ka kriju më të kot. Shpirt e pa shpirt, gjithçka është në qiell e në tokë i ka kriju Zoti me vend e me qok. Grimsat botnore vështrojt i ka hdush. Mjeshtrinat hynore kemi pa përfush, në mëndofshin pakës edhe në vehtet tanë. Do mos do të na shkoj goja vetë për me thanë, ti e më i madhi o Zoti i vërtet, në çdo far pik pamje, je një i patmet. Një është një. S'ka fare shembull e shok, se ti dy atë zotna prishen qiell e tokë. Përse me zjat fjalën, një Zot kanë botë. Besosh ndryshe, është një fare gjë e kot, jo veç e kot, por dhe fort e shëmtut, është e farpune për njerëzit e zgjut, sidomos në këtë shekull plot përparim, është dhe i turpshëm për njerëzit një tillë besim. Jemi të lumtur pra fort kryenalt me të vërtet, pse besojmë një Allah pa shoq e pa tmet, i cili ne tu i mos qenë na qiti ndrit, na dha edhe mend që ta adhurojmë në atë ditë, mirë po njerëzit udhën e kanë hub shumë herë. Ai prap me mirësitë vet ka çu pejgamber që t'i bin njerëzit në rrugë të vërtet, t'i lumturojnë si këtu, ashtu dhe në tjetë.